Pra, shqyqyr zoti, ja u bogati, filloj. Kjo është ajka e freskët, që unë mbaj në akull. Kam nxirr që mbrëm. Shkrihet, arrin temperaturën e vetë dhe fillon të ndahet burro fresco. Kjo është burro fresco speciale. Për të bërë shumë më e mirë duhet të shplahet në ujë disa herë. Hera parë, valla del speciale. Ja, i kam thënë me këtë blue filters kam shpëtu ujë filtruar. Aman se parëgjim lek kot, jo për ujnë që është kryesorja. Ngele njërës të mush bidona, të majt bidona, o zot. S'kina dhe ku t'i lem një për gjë, aman. Staj është më i sigurt. Ka 5 filtra. Edhe kam shpëtu që e kam bo. Ja, burro fresco. Herën e parë, ju kam thënë miqtë e mi, me pak krip, ne bëj me një gotë kos, me një luk kafe krip, edhe dhe një vallë fantastike. Edhe të dytë nuk e hedh, jo. Del qik ma e letë, si i thonë, ma e hollë, po në madhe, zë një brum, bëj makarona, e përdor. Edhe ashtu ta pish është speciale. E shikoni, a ka gjë më të mirë? Ja, fantastike. Me thënë drejtën, sot me zi arriti temperaturën me u bo, se ja mundu edhe në drek, po nuk u bonte. Tani, shqyqyr zoti, i erdhi orari. Ka dhe kjo te ka të veta, nuk është e thjesht, majmen dhe mamen time, na herë rinë të 2 ditë moj, me atë dubekun për zoti nuk bëhej. Se që hu të herë ndimër ujtë ngrote, në verë ujtë ftote. Nuk është, asi gjë nuk është e lehtë, ta dini mirë. Do shumë nerva dhe durim. Mbi gjitha do shumë dashuri të mendosh për ke po e bën. Për fëmijët tuaj, për familjen tënde. Ja. Se keni pas ashtu të zhbo edhe që është 100% bio, ta harroni. Bio është ajo gjë që bëhet nga dora jote. Vetëm aty kam besim, unë për veten time. Gjallë në botë nuk e blej. Zoti ma ka dhënë dhe mundësin që e marrë qumshtin në fshat të njerëzit e mi. Sapo të mjelur nga lopa dhe me makineri. Janë ftilur op tani, nuk ka më atë mjelin me dore të futen bagla. Jo. Me makineri për bukurit zotit pastër akull. Kjo është miqtë e mi. Tashit co buk me këte mo. Me qikre qela mjalta. Me qatë të doni është speciale. Gjithë të mirat ju uroj. Kjo është gjarpi freskët, miqtë e mi. Miqtë e mi, herën e parë unë e shplava ose e lava, pasi unë nda burro fresco me ujë temperatura ambienti, direkt nga çesma, ujë filtruar, ja u thash. Herën e dytë është mirë që ujë të jetë nga frigoriferi, a ka mundësi shumë i ftohtë? Shumë e rëndësishme shplarja, edhe është mirë që mos të mbetet asnjë pikë ujë, ta shtrydhësh mirë. Edhe s'prishet kur. Po deshe e mbani ashtu në frigorifer, për një kohë goxha të gjatë në frigorifer, sa tani është vap, ose unë mbaj ca ditë, jap çik gocës dhe e shkri, e fus në kavanoza qelçi dhe e përdor për çfarë më duhet. E shikoni, ujë ftohtë e ndan dhe më mirë. Shi sa i fortë bëhet? O zot, çfarë ngjyre ka, është fantastik. Ju përshëndes me këtë luljen e bukur. Lulet i kam fiksim me thënë drejt në zotit i dushëm. Nuk ri dot unë pa lule, verë dimër unë i dua. Kjo është miqtë e mi, ju dua fort. Gjithë të mirat ju uroj nga zemra. Fundjavë të bukur.